janë në rol, sepse jashtë ati roli janë njerëz të mirë, janë njerëz normal. Po në atë rol janë pjesë e një teatri që unë e quaj Kazan, që është i lidhur me lloj fijesh, me lloj historisë. Pra ti arrin të ndash personat? Po patjetër mos diskutohet. Po unë takohem me këta gjithë. Pa ti mendoj që ata kur dalin në ekran ose kur janë në për, ti thua janë në rol. Kazan komplet. Jo, thua që janë në rol e ke fjalën. Po patjetër janë në rol. Nuk thon atë që mendojnë. Ore, shiko, ka njerëz që ishte kjo. Jo, më fije nga fije, kanë këto të budalliqe, ha. Çfarë fije? Më fije shumë fije nga këto të flokët, nga këto të bluzave të zeza, po. Jo, po thosha që Takohem e dramë pas 7 vjetësh e ju se besoni. Ka njerëz që thonë atë që mendojnë. Ka njerëz që mendojnë atë që thonë. Ka dhe njerëz që bindin veten njëherë që ajo që thonë është ajo që mendojnë. Dhe përgjithsisht këta janë te kjo e treta. Që bindin veten? Po, që ajo që thonë është ajo që mendojnë. Përgjithsisht. Pra, atëre, kur unë them Kazan mediatik, jo Kazan mediatik, me këtë sa po më the, i bie që të referohemi personit dhe atyre që ata thonë. Po, nuk i referohemi personit, i referohemi profesionit. Profesionit? Po, pra. Po ti e ndan profesionin nga personi? Do me thënë, unë them, shoferi është një person. Po. Jashtë punës me timonin... Timonin që i fala unë, e do shumë, se e mbanë. është një shumë i mirë, po me timonin mund bëj hatara, shoferi. Ta një tim pyet për profesionin, nuk pyet për personin. Je i math, e kape. Personat s'kam asgjë. Na urdo. S'kam si të kem. Ambigu është e gjitha, apo ju